je I njëjti. E ti e di shumë mirë që atë sjellje që e bë këtu, kur shtrëngohesh e bë edhe jashtë. Po e bë edhe jashtë. Vetëm jashtë e bëj. Thu ti. Jashtë sigur di edhe më I keq njëri. Sigur dhe më I keq. Nuk të kom pa jashtë. Zoti Trojc nuk mund paragjikoni kur nuk të njoh jashtë. Faleminderit. Unë paragjiku. E shesi e mrelë ti pjetë. Jam të gjykuar sa. Prit. Jashtë nuk njihni. Unë nuk njoh. Nuk asnjë nga ne do të njeh jashtë. Jena të gjyku për çka ki kallëzuar së brenda. Çfarë tregon këtu mrena? Ti e përshtypjen që jashtë je I njëjti njeri. E ke gabim. Jo, është edhe më I keq. Shifë si funksionon. Është edhe më I keq. Ngacmimet dhe ofendimet, ngacmimet janë tjetër gjë që është pjesa aktrimit dhe ofendimet janë pjesa e reagimit dhe reagimet janë vërteta. S'jam kuptove. Dhe jashtë ne nuk shkojmë në rrugë të madhe edhe I thojmë ngacmojmë njerëz se nuk ekziston. Po ngacmon ti këtu. Po bravo. Ti ngacmon. Jo, ju më keni ngacmuar mua. Ju më keni bullu. Çfarë më ke thënë ti mua? S'do të lere, hat më thoshe, mbesdishe, isha te akulli mbesdishe. Po si ke hyrë? Ai gore I të bëa, unë njeri. Po valla, kam hyrë mren, duke kenë marrëdhënie mirë me ju dy. Wow. Me ju dy kam kenë shumë rregull. Unë pas na vidua. Faleminderit që erdhe, më dorën e tana. Ky nuk e mor, jo ti më. Ti ke kenë offline. Unë kam qenë offline. Po offline ke kenë. Sa më kanë rada, edhe tani ty më tha këto të gjona të. Jo më vlla, atë e pranoj unë, atë. Gjakun e këto shqiptarit e këto ato I marr mbrapsht. Por këshillën ta llash tamam siç duhet. Nuk je njeri që ta llash këshillën, s'do më përmend mate. Nuk honepse. Duhet me bë gjëra të reja. Gjëra të reja inovative, jo kreative. Okej, kallzo vetën. E kallzo vetë dje. Bam 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 si ditën e parë. Je tu përsërit. Je përsërit. Ç'a bën atje? Ti tu më thon mu kallzo kreativ kur një ditën se ne bëni çike ditën e parë. Do çove për gjumit. Një ditën se ne bëni ç'është bëni ditën e parë, po e. Sleep deprivation, tregoj fije. Si quhet deprivim? Je vetëm përsërit kur të tjetër. Se kupton anglisht vetë. Je përsërit. Jo, po them për shqiptar, a deprivim gjum. Është mungesë gjumë. Mungesë gjumi, në fal. One nuk e kam problem, nuk flej fare, po veç po të kallzoj që nuk je kreativ fare. Ja, ju erdhi edhe Biondinoja. Shko foni strategji ju dy herë se kanë filluar të lanë edhe Biondi. Çish I bëni muzikë në ditën e parë. Jepi fije naft, futi fije naft, se I mungon naftat e huna. Jepi fije naft. Kjo është Po Roger ta paguve. Jepi fije naft. E kisha për këtë egzemen, jo tjetrin. Se mos ngatrohesh. Mos u ngatro me mua jo. Nuk ngatrona. Asu kur të kthy. Dy gjëra më mend nga edicioni jot. Atë që I ke pa thënë asaj një herë në banjo, a kupton? Nisi puna jote, a kupton? Edhe atë që përmene çfarës. Është Ronaldo, po na këna. Njësh. Por se nuk më ke fut naftën e SPO në tru, tash 3 vjet për mu fut këtu, ti ma ke bë. Mos vin keq. Njeriu që është ai, unë se do flas me ty, do flas. Nuk e lë dot një njerëz të tillë të bëj përpara. Nuk e lë dot. Mu shumë njerëz ma thojnë zemrën edhe I maj mend. Që ti ke thoni fjalë vetëm gjatë që më ke thyer zemrën ash kur ai ka ardhur në shtëpi, I ka marrë vënë dikujt tjetri që ka shumë më tregu këtu më. E pse duhet më shku Xhaxhi Gerdit u shaj dynjan përpara në program? Pse duhet më shku në fazat më të nxehta të bigut me këtë lloj strategjie? Pse ta lejmë ne? Jo, më nuk e lej. Dhe unë po them, siç e kemi kam thënë atëherë, përpara se të ndodhte ajo konfronti me të, që unë do ta ruaj se s'bën momentin që atë njeri ta gjej në befasi dhe ai të degradoj prapë siç e ka zakon. Se është fytyra e tij vërtet. Si e thuj direkt. Jo, me ty e kam, se kam atë. S'ni gjona është mirë, mos kema. Po unë se kam problem, am sillet këne janë, unë e boj pa pik problemi. Thjesht unë nuk I shkoj kur ai dën. Ai nëse do më thon diçka ekstra, le të vjen te ona. Nëse është një pendume do më kërku folje, hajde te ona. Jo në të ty. Pa një njerëz si ai konceptin e pendesës? A pendohet një njerëz që di pjesa nuk më intereson fare. Unë besoj që jo. Asu më intereson fare, besoj. Mu çka më intereson është që nuk I shkoj dikujt, masi më ka ofendu në asnjë mënyrë. Nuk I shkoj. Ai vjen te ona. Dakor. Ai vjen te ona. Po shiko, ai do të ftojë se ai mendon që do më të kërku falje. Kështu që nëse ai do më të kërku falje, ai do ta bëj kërkesën, se bën dot ti. Po shumë sa ne kallzum me atë veprim që e bën emocionale. Po patjetër. Kallzum që si jena dëshpëruar për momentin e frikshëm tina. Kallzum që nuk shkojna masi të ofendohum, mi thon dikujt hej kërkon falje. Çfarë po mendon që kallzum me këtë? Kallzum që jetu e ul kryt. Po unë prandaj nuk e. Jetu ul kryt para një personi që të ka shohë tur farsana. Kjo është nga arsyet që unë se bëra. Jo po. Po thash, akoma më rëndësishme është që për mua ai person nuk e njeh konceptin e. Po, as për mua, edhe një për arsyeve është që ajo, se nuk e njeh. Është ndryshe për shembull me pasi diskutim të fortë fjala bie me Mateo, që është njëri që kupton, që di, që ndjen, do sqarohesh, pra sqarohesh
me njeriu që kupton o vëlla. Me atë që s'kupton, se ai serohet për kamerat, nuk serohet për mua. Serohet për kamerat. Ai serohet që jashtë të shkruhet Rogerti, Mali dhe Stenaldo bëjnë paqe. Ja biseda mes tyre. E kupton? Në një portal atje. Që dalë një reel ku ky thot, unë kam thënë këtë, po s'kam thënë atë. Ndërsa ne këtu brenda që prekemi nga fjalët e njëri tjetrit direkt, ne nuk na duket një lloj, ne nuk dum. Sa kam thënë, është një gjë të shikosh një ndeshje futbolli nga stadiumi, një gjë ta luash në fushë. Ne këtu në këtë rast jemi lojtarë që lujmë në fushë. Edhe kur përplaset kokë me kokë Mali dhe Rogerti apo Stenaldo dhe A jemi? Të zonë. A ki po shumë? Dhe më kënda. Shumë. Ka po qora që vigjoni për mytë këtë. Këtë për mytë. Po. I'm sorry. Më vjen keq. Më tautën që ku jemi. Qume vete. E riu. Почему каеми, боги. Të në qëtë? Të në qëtë? Po. Sa më që vloj ma. Hajtë da do të rime shkolla. Qupla. E thash poshtë zotë. Mirë, po kujdes mikrofoni. Më falë, po. Ka herë. Ka herë një në shumë shliza dhe flasë.